Përshëndetje nga unë Margarita. Shpesh pyesim veten, pse kaq shumë njerëz kërkojnë motivim çdo ditë? E vërteta është se njerëzit nuk kërkojnë thjesht motivim, apo fjalë të bukura, por ata kërkojnë shpresë. Njerëzit kërkojnë motivim atëherë kur ata ndihen të bllokuar mes asaj që janë sot dhe asaj që ata duan të bëhen. Dhe kjo ndodh kur lodhja është më e madhe se guximi i tyre. Ndodh kur frika nga dështimi i bllokon, gjykimi i të tjerëve i mban në vend. Shumë njerëz mendojnë se u mungon motivimi, por në realitet u mungon qartësia, u mungon besimi tek vetja e tyre. Motivimi nuk është diçka që ne i gjejmë jashtë vetes dhe po e kërkojmë, por është diçka që zgjohet pikërisht atëherë kur dikush ne na tregon diçka që është e mundur për ne. Prandaj njerëzit kërkojnë histori, kërkojnë video, live, sepse duan të kuptojnë, duan të dinë që nuk janë vetëm dhe se duhet të ketë një rrugë zgjidhje për ta. Nëse je duke kërkuar motivim sot, ndoshta nuk ke nevojë për shtytje. Ndoshta ke nevojë për një mundësi, ke nevojë për një informacion apo për dikë që të ecësh përpara. Dhe kjo është arsyeja pse un jam këtu. Jo për të bindur, por për të ndihmuar të shohësh nëse hapi yt i radhës fillon këtu. Më shkruaj në privat ose komentoj info dhe unë do t'ju kontaktoj së shpejti. Kalofshi mirë sot. Mirupafshim.